Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar të shikuesja, kur I takuam sërish në emisionin me ciklin Si të sillemi. Jemi si gjithmonë me Hoxhën e nderuar Imamin Ahmed Kalaj. Mirë se erdha Hoxhë nderuar. Mirë se vjen. Hoxhë nderuar, ne pak a shumë kemi folur në emisionet tona për lidhjen e raportet e njeriu me Zotin, si të sillet me engjëjt, si të sillet me librat e shenjtë. Ndërkohë sot do flasim për një tematikë shumë të përcaktuar, ajo është si të sillet njeriu ose çfarë raporti ka njeriu me namazin, duke qenë se namazi është pika e lidhjes midis tij dhe Zotit. Për ta filluar këtë, domethënë pak a shumë një shpjegim të vogël se çfarë është namazi dhe më pas fillojmë me pyetjet e tjera. Atëherë, siç e thatë edhe ju, domethënë raportet e besimtarit janë të lidhura me Zotin, me lajket, me botën tjetër, janë të lidhura me pastërtinë, me abdesin, siç folëm në javën e kaluar, por edhe domethënë vim tek diçka më konkrete që është puna e namazit. Namazi është, si më thënë, besatimi ose beslidhja ose ripërtëritja e beslidhjes mes njeriu dhe Zotit të tij, një takim special që Zoti I Madh ja ka garantuar profetëve, po ja ka garantuar dhe atyre që janë në rrugën e profetëve. Namazi është gjë më e rëndësishme që ka njeriu në jetën e kësaj bote, për këtë arsye dhe renditet e dyta në Islam mbas deklarimit të shahadetit ose thënies së njëshmërisë, pra deklarimit se Zoti është një dhe I vetëm, dhe I vetmi meritor për të adhuruar dhe se I dërguari I tij Muhamedi është I dërguari I tij, menjëherë vjen namazi. Pra namazi është menjëherë mbas tauhidit ose menjëherë mbas njësimit të Zotit. Pra treguesi më I rëndësishëm I besimit, treguesi më I rëndësishëm I njësimit të Zotit dhe vepra më e mirë që mund të afrojë njeriu me Zotin në gjithësisë është pikërisht namazi I tij. Për këtë arsye po të bëjmë një analizë, për shembull ne shohim për shembull kur flasim për abdesin. Abdesi ka këto shpërblime. Çdo pikë abdesi që bie në gjunahet. Njeriu kur është me abdes është I ruajtur, është I mbrojtur nga Zoti. Njeriu kur ikën nga shtëpia për xhami, për çdo hap I shkruhet një sevap, I fshihet një gjuna dhe I ngrihet një grad tek Zoti I gjithësisë. Kur njeriu, domethënë, është duke pritur namazin, është njësoj si kur është namaz. Kur njeriu shkon për namaz, I ndërtohet atij një vend në xhenet. Kur kthehet nga namazi, I ndërtohet. Kur shkon për farz, sikur po bën haxhin. Kur shkon për sunet, sikur po bën umrën. Gjithë to shpërblimi I kanë veprime të cilat nuk kanë bën akoma me namazin, po vetë namazin. Domethënë gjitha këto që ne I përmendëm janë, si më thënë, akte, mjete për të arritur deri tek namazi dhe kanë këto shpërblime. Merre me mend ti se çfarë shpërblimi ka. Për këtë arsye në një hadith tha pejgamberi sa 2 rekat sunet sabahut, jo farzi. 2 rekat sunet sabahut janë më të vlefshme te Zoti se dynjaja dhe çfarë ka gjithë dynjaja në të. Për këtë arsye tha pejgamberi sa një ditë eci pranë varrezave dhe u tha shokëve të tij, 2 rekat që nuk I kushton rëndësi, 2 rekat shumë I thjeshtë juaj në këtë botë janë më të rëndësishme për këta sikur të ktheheshin edhe një herë në jetë. Pra sikur do të thuaj të vdekurve, a do të ktheheni edhe një herë të jetoni një jetë të tërë apo të ktheheni vetëm për të fal 2 rekat të thjeshta namaz, do të zgjidhnin të ktheheshin për të fal vetëm 2 rekat të thjeshta namaz. Kjo është mundësia e artë. Pra namazi ndryshe në Islam quhet mundësia e artë, pra një mundësi ku njeriu mund të fitojë kënaqësinë e Zotit, ku njeriu fiton xhenetin, ku njeriu fiton paqen me shpirtin e tij dhe një moment ndërgjegjësimi dhe vetë reflektimi, pra një moment ku njeriu vetë reflekton, kthehet tek Zoti I gjithësisë dhe kthjellohet. Ç'është namazi? Namazi është, le të themi, një mori apo një grup veprimesh dhe fjalësh të cilat fillojnë me fjalën Allahu Akbar dhe mbarojnë me selamin. Normalisht që namazi ka një kohë të caktuar, duhet ai që fal namaz të plotësojë kushtet të caktuara dhe normalisht namazi ka le të themi shtylla të caktuara, obligime të caktuara dhe syneta apo gjëra të pëlqyeshme të caktuara. Pra, është një mori veprimesh, nuk është një veprim I vetëm, një mori veprimesh dhe fjalësh të koordinuara bashkë, të cilat fillojnë me thënien e njeriut Allahu Akbar dhe mbarojnë me thënien e njeriut Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Normalisht që besimtari përpara se të falë namaz duhet të plotësojë disa kritere. Duhet të jetë rroba e tij e pastër, trupi I tij I pastër, duhet të jetë me abdes ose me gusl apo me tejemum, duhet që të ketë hyrë koha e namazit, duhet që trupi I tij të jetë I mbuluar dhe duhet që të bëj niyetin. Pra nuk mund falet kështu kuturu, po duhet të mendoj se çfarë po bën.
qoftë farz, qoftë sunet e kështu me radhë. Pastaj vetë namazi ka shtyllat e veta, siç është tekbiri fillestar, qëndrimi në këmbë, rënja në ruku, ngritja nga rukuja, rënja në sejdë, ngritja nga sejdë, ulja e fundit dhe selami. Pra të gjitha këto, po flasim për pikat më të rëndësishme, përbën atë që quhet namaz. Namazi është një adhurim i veçantë që e kanë bërë të gjithë pejgamberët e Zotit. Kjo mua më intereson shumë për ta përmend. Pejgamberi alayhis salam ka thënë në një hadith, jam urdhëruar unë dhe të gjithë profetët që t'i lidhim duart në namaz. Unë dhe të gjithë profetët përpara meje, që t'i lidhim duart në namaz. Ndërkohë që ne gjejmë Kur'an urdhrin që Zoti ka bërë profetëve më përpara që të bijnë në ruku, urdhri që Zoti ka bërë profetëve më përpara të bijnë në sejdë. Pra, rënja në sejdë dhe rënja në ruku dhe qëndrimi në këmbë është si më thënë pjesë e namazit të gjithë profetëve. Pastrimi përpara namazit është pjesë e asaj që kanë bërë të gjithë profetët e Zotit. Pra nuk është diçka risi që erdhi Islami me të. Po, ndoshta mund të jenë fjalët thënë ndryshe apo mënyrat e lëvdatave që i kushtohen Zotit ndryshe, por faktikisht si adhurim dhe si shtyllë e Islamit e sjellë tek gjithë pejgamberët e Zotit, edhe namazi ka ekzistuar. Për këtë arsye dhe shkujdesi ndaj namazit është shumë i rëndë. Neglizhenca në namaz është shumë e rëndë. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salate. Mbas profetëve erdhën brezat që neglizhuan namazin. Po ndëshkimi do të jetë i rëndë. Fa wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Mirë për ata që falen, të cilët gjatë namazit apo në namaz janë të shkujdesur apo ndaj namazit janë të shkujdesur. Që do të thotë nëse ky është ajo që nëse kështu është thënë për atë që quhet, domethënë shkujdesja, neglizhenca, po ai që e lën fare namazin. Shumë e rëndë. Domethënë Zoti për ta mbyllur. Pra nëse do ta thrisë fëmin tënd një herë, 2 herë, 3 herë, edhe nuk do të vinte, si do të ndjeshe? Zoti i Madh, Allahu, Zoti i gjithësisë, na thret neve 5 herë në ditë. Hayya alas-salah, hayya alal-falah, eja në namaz, eja në shpëtim. Dhe ne nuk i përgjigjemi Zotit. Tani llogaritë e tij domethënë se çfarë raporti mund të jetë ky ose domethënë ku është përgjegjësia, ku është si më thën, ku është ajo ku është mirënjohja ndaj Zotit. Zoti të thret dhe ti nuk i përgjigjesh. Domethënë kështu duhet ta mendojmë ne. Zoti po na thret se ai ezani nuk është fjala e muezinit. Ai është urdhër i Zotit që muezini e thot, ai që thret ezanin. Kështu që ne këtë duhet mendojmë. Pra Zoti po na thret dhe ne na ëmbëlsohet më shumë gjumi. Zoti neve na thret dhe ne nuk çohemi. Zoti neve na thret dhe ne merremi me punën. Zoti neve na thret dhe merremi me shoqërinë. Zoti neve na thret dhe ne nuk kemi kohë për Zotin dhe pastaj themi pse Zoti s'më jep, pastaj themi pse Zoti s'ma bën marr, pastaj themi pse më kanë dalë fëmijët haram, pastaj themi po pse unë s'kam e ai tjetri ka, e kështu me radhë, sepse ti nuk je përgjigj Zotit. E përderisa nuk i përgjigjesh Zotit, çfarë kërkon prej Zotit? O gjendëruar, njeriu pak a shumë ushqehet 3 herë në ditët, por ndërkohë namazin e ka 5 herë në ditët. Është kjo një numër i përcaktuar, por gjithashtu edhe forma e namazit është e përcaktuar për Zotin, apo vetë njeriu mund ta zgjedhë dhe mund thotë që unë duhet të falem kështu si du unë dhe jo siç më ka caktuar Zoti? Normalisht namazi nuk mund të jetë, për këtë arsye ne kur bëm përkufizimin e namazit tham një paketë, le të themi, veprimesh dhe fjalësh, pra një paketë, domethënë çdo gjë është e përcaktuar, nuk mundet njeriu që të bëjë diçka nga vetja e tij. Njeriu mund të bëjë diçka nga vetja e tij ajo që është plus, ajo që është vullnetare, aty je i lirë bëj çfarë duash. Ndërsa për sa i përket farzit, Zoti ka thënë në Kur'an, inna salata kanat lil mu'minina kitaban mawquta, namazi është i përcaktuar për besimtarët në kohë fikse, kështu që nuk mundesh ti domethënë të bësh një kohë tjetër apo të thush gjë, janë shumë 5, unë po bëj 3. Ne themi po, dikush që është në fillimet e Islamit nuk ka problem. E fillon me një namaz, me 2, me 3, me 4, me 5, nuk ka asnjë problemi derisa sistemi domethënë t'ia marrë dorën. Por faktikisht numri i vërtet është 5 dhe besimtari duhet falet në 5 kohë. Tani nëse njeriu ushqehet 3 herë në ditë, faktikisht nuk është ky 3 herësh, faktikisht njeriu mund të pijë gjatë ditës, mund të hajë edhe gjëra të tjera, po ne po themi ky është minimumi, po faktikisht njeriu han më shumë. Ashtu siç njeriu. Kjo tregon që vlerat shpirtërore duhet të karikohen më shumë se sa vlerat fizike. Nëse njeriu domethënë i kushton kaq shumë rëndësi pjesës fizike të trupit të tij, ushqimit, kujdesit e kështu me radhë, po pjesës shpirtit, sepse shpirti nuk ngopet as me të ngrënë, as me të pirë, as me famë, as me para, as me pushtet, me asgjë nuk ngopet shpirti. Shpirti ngopet atëherë kur i bjen sejdë Zotit.
atëherë kur dergjet dhe përulet dhe përgjërohet përpara Zotit të gjithësisë, aty ushqehet shpirti, aty gjen kontaktin e furnizimit me energji, me forcë, dhe për këtë arsye gjen besimtarin, domethënë, siç ka thënë Zoti në Kur'an, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Për çdo lloj sikleti, për çdo lloj halli, fal 2 rekat namaz, del me energji tjetër, me forcë tjetër, me fuqi tjetër. Pse? Sepse është lidh ka bërë kontaktin me Zotin e gjithësisë, sepse në hadith pejgamberi alayhis salam ka thënë, kur njeriu fal namaz, Zoti kthehet nga robi i tij. Tani mendo ti vetëm kaq. Zoti kthehet nga robi i tij kur njeriu është duke fal namaz. Dhe kur njeriu reciton disa vargje në namaz, Zoti i flet robit të tij. Pra kur njeriu thot Elhamdulillahi Rabbil Alamin, falënderimet dhe lavdë tek Allah, Zoti thot, po më falëndron robi im. Derisa vjen një moment thot kur njeriu thot iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë, Zoti thot, kjo është besa. Kjo është besa, lidhja mes meje dhe robit tim. Le të kërkoj robi im çfarë doj. Domethënë ship dhe shiko se çfarë pozicioni, domethënë ka njeriu në momentin që ai fal namaz. Po pjesa tjetër thot momenti që njeriu është më pranë Zotit të tij është kur është me ballin sejdë. Prandaj aty shtoni duat dhe lutjet. Për këtë arsye tha Zoti, kur keni hallë, sikletë dhe vështirësi, falni namaz. Nuk ka gjë më të mirë se sa njeriu të falë namaz. T'jap një argument për këtë që ju thatë, domethënë që shpirti ka më shumë nevojë për ushqim. Kemi një sahabit nderuar, Bilalin radhiyallahu ta'ala anhu. Një ditë pejgamberi sa me takon Bilalin i thotë, "O Bilal, mbrëm kam parë që ecje para meje në xhenet, pra zhurmën tënde të ecjes e ndija, un po ecje në rrugë të xhenetit, si më thën, po të ndjeja edhe ty që ishe pranë." O Bilal i tha, "Çfarë mendon ti se është ajo vepër që ti mendon se me të vërtetë, domethënë ka bërë këtë gjë që ti jesh në xhenet?" Tha, "O i dërguar i Zotit, tha, unë tha sa herë që pastrohem, marr abdes dhe fal namaz. Sa herë që pastrohem, marr abdes, fal namaz." Pra, rrinte gjithmonë me abdes, sepse arma e themi e besimtarit është abdesi i tij, dhe gjithmonë mbas abdesit apo mbas pastrimit falte namaz. Ose kemi rastin e disa sahabëve tjetër që i tha pejgamberit selam, "Kërko çfarë duash." I bëri një shërbim pejgamberit alayhis salam, tha, "Kërko çfarë duash." Tha pejgamberi i Zotit, "Unë ta kërkoj të jem me ty në xhenet." I tha pejgamberi alayhis salam, "Atëherë tha, më ndihmo dhe ti mua duke bërë sa më shumë sejdë." Duke bërë sa më shumë sejdë, pra rënin me ballin në tokë. Kështu që normalisht njeriu mund të bëjë sa doj. Për shumë ka transmetime se ka pas sahabë që falë 1000 rekate në ditë, 800 rekate në ditë, 500 rekate në ditë, 300 rekate në ditë. Ka pas transmetime të tilla që janë falë njerëzve, dhe nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht që njeriu të falet. Por, domethënë obligative dhe korrektësia duhet të jetë në 5 kohët e namazit. Mëngjesi, dreka, mbas dreka, vakti i perëndimit diellit edhe darka thonë. O të nderuar, Zoti pak a shumë sikur ka dashur të na ndaj kohën neve, pra duke filluar nga koha e agimit dhe deri në kohën e mbrëmjes. Ndërkohë tek fetë e tjera, për shembull tek budistët ata përdorin meditimin, ndërkohë tek krishterët përdorin lutjen. A ka diçka specifike ose disa të tjerë përdorin jogën ose këto në kohën e komunizmit përdorin fizikulturën e mëngjesit. A ka diçka specifike namazi që i përmbledh të gjitha këto? Normalisht le të themi prej urtësive të namazit, le të themi namazi ka shumë urtësi. Namazi, le të themi, domethënë përveç lidhjes me Zotin, të siguron xhenetin, të siguron jetën e varrit, të jep bekim, mbarësi dhe bereqet, siç themi në jetën e kësaj bote, ja sheh hajrin, domethënë në familje dhe në gjithçka. Po namazi ka edhe këtë pjesën tjetër që domethënë njerëzit i lidh së bashku. Pra ne kur falemi bashkë, rrim bashkë etj, po ka edhe këtë gjë tjetër që namazi vetë për njeriu dhe për trupin e njeriu dhe për shëndetin e njeriu, mënyra se si njeriu falet faktikisht është po ti përmbahet fiks, domethënë nuk ka nevojë më për asnjë gjë tjetër, sepse thot fjalën Elhamdulillahi Rabbil Alamin sikur ai hyn në lidhje meditimi, pra ose Malik Yawmiddin mediton për botën tjetër. Pra ka një lloj meditimi brenda namazit. Absolutisht, sepse ti gjatë gjithë namazit duhet ta mbajsh mendjen sikur faktikisht dhe në të vërtetë ashtu është, i duke folur me Zotin dhe Zoti po të përgjigjet. Për këtë arsye kemi në namaz diçka që quhet përqendrimi dhe shpërqendrimi. Përqendrimi domethënë ti je vazhdimisht i stakuar që je përpara Zotit edhe s'mund ta kesh mendjen askund tjetër, do të jesh i lidh me Zotin.
Dhe shpërqendrimi do thotë ja humb vlerën. Kjo është ajo që ti thua. Po kemi edhe këtë pjesën tjetër, pjesën fizike, po them, okay, kjo është pjesa shpirtërore e meditimit, po kemi edhe pjesën fizike. Njeriu, domethënë, le të themi, nuk mund të ri namaz, kështu për shembull, sipas qefit, apo kështu, apo këmbi, jo, namaz duhet të rish në një formë, Allahu Ekber, duhet të japsh tekbirin, duhet të rish drejt, kur të bish në ruku, shpina duhet të ri drejt fare. Kur të bish në sejdë duhet të jesh në formë tërkëndshi, kënd drejt, kur të çohesh duhet të ulesh në këtë formë, kur të ulesh në tejat duhet të ulesh në këtë formë. Pra të gjitha këto po të analizosh, madje më mend profesor Shiqyri Reri, zoti e mëshiroft, pa të bërë një libër vetëm për këtë punë. Efektet, le të themi, efektet shëndetësore dhe kurative të namazit në jetën e njeriu. Domethënë thjesht mënyra se si bie në ruku, se si çohesh, se si lëvizën dorë, se si ulesh, se si ngrihesh, të gjitha këto domethënë shërbejnë si shërben abdesti që ne tham zgjon, le të themi, receptorët nervor në duar, në këmbë, në sy, në veshë kështu me radhë, po kështu edhe namazi domethënë ka ato efektet e veta pozitive, pra përveç pjesës, le të themi, adhurimit Zotit, përkushtimit ndaj Zotit, kemi edhe këtë pjesën që ju e përmendët pak në fillim fare që është namazi, është një lloj, le të themi, orari ditor për besimtarin. Pra ti automatikisht dhe indirekt dhe në pjesën si thuhet subkonscienciale, do të thonë të menduarit dytë njeriu, ti ditën tënde e ket ndarë në 5 kohë. Koha e argimit ose mëngjesi herët dhe ti fillon dita, fillon jeta, pastaj është dreka, pastaj është masdreka, pastaj është aksami, pastaj është jatia. Pra ti bën një lloj programimi të ditës në një formë shumë të suksesshme. Pra di se si ti ndajsh punën, di si ti orientosh punën dhe çdo gjë e lidh me namazin për të qenë pjesa asaj që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin e saktë, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dhe ai që zemrën e ka të lidhur me xhamin. Pra i llojet punët në atë formë që të jetë i lidhur me namazin, të jetë i lidhur me xhamin. Pra kështu duhet të jetë faktikisht besimtari. Për këtë arsye, se dalim tek pyetja e radhës, është mirë për besimtarin dhe për besimtarin. Sa herë që shkon në një vend, pyetja e parë që duhet bëj duhet të jetë ku është xhamia, a ka xhami. Në mënyrë që më njëherë të shkojë tek vendi i karikimit. Njeriu mund të karikohet edhe në shtëpinë e tij, mund të karikohet edhe në punën e tij, mund të karikohet edhe në rrugë. Kudo që të jetë mund të karikohet me namaz, me iman. Mirë, po siç karikohet në shtëpiat e Zotit, siç karikohet në xhami, nuk mund të karikohet në asnjë vend tjetër. Hoxhë i nderuar, ju pak a shumë e thatë në fillim të emisionit që edhe profetët e tjerë kanë pas të njëjtin ritual, pra falje. Ndërkohë tek në Bibël përmendet që Jezusi vendohur si fytyrën në tokë dhe ju lut Zotit. Po, sejdja që i themi ne. A është namazi në Islam pra një lidhje drejtpërdrejt me Zotin pa pasur nevojë për të lidhur me krijesa të ndryshme për falje gjunafesh? Pra është lidhje drejtpërdrejt shpirtërore, fizike, mendore me Zotin, apo ka nevojë, siç është në fetë të tjera, që të bëhet një ndërlidhje tjetër? Ne në Islam e kemi, domethënë, le të themi, kjo është një nga të veçantat që Zoti më na ka falë nëpërmjet kësaj feje të mrekullueshme, fakti që ne kur lidhemi me Zotin gjithësisë nuk kemi nevojë për ndërmjetës. Ne për të mësuar fen kemi nevojë për një hoxh, për një dietar që të mësojmë, të kuptojmë. Mirë, por kur bëhet fjalë për të lidhur me Zotin, nuk ka më nevojë. Për këtë arsye, siç e thash edhe në fillim, në momentin që njeriu thot Allahu Ekber, fillon dhe flet me Zotin e gjithësisë. Pra e ke raportin të drejtpërdrejt me Zotin e gjithësisë. Po jo vetëm kaq, po edhe kur lutemi ne muslimanët, menjëherë drejtohemi Zotit, o Allah, o Zot, o Zot, o Zot, etj. Pra direkt, drejtpërdrejt, nuk kemi as shenjtor, as njerëz të shenjt, as profet, as evlija, as kush që ai të na lidhi, ai të na bëj kontaktin. Jo. La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah që e themi në fillim të Islamit, na e ka çelë rrugën. Pastaj ne jemi ata të cilët e mbajmë kontaktin nëpërmjet adhurimeve, nëpërmjet lutjeve, nëpërmjet Kuranit, nëpërmjet përmendjes Zotit dhe kështu me radhë. Instituti Islam thoshte që edhe xhamia si ndërtesë nuk është e shenjtë për shkak të mureve o për shkak të ndërtimit të saj, por ajo bëhet e shenjtë për shkak se besimtarët aty lusin një Zot vetëm. Sigur të kishe një idhull, do ta humbte shenjtërinë. Por Kabja, domethënë, pse besimtarët i drejtohen në çdo moment namazit tyre Kabe? Sepse ka disa keq kuptime, se njerëzit mendojnë që njerëzit muslimanët adhurojnë atë katrore. A është kjo e saktë? Atëherë e bukur kjo. Është e vërtetë që, si më thënë, një vend mund të jetë xhami dhe për arsye, le të themi, për arsye nga më të ndryshmet, mund të shndrohet në diçka tjetër sepse bëhet xhamia diku ku është më e nevojshme për njerëzit.
Pra nuk është muri, as nuk është vendi ajo që e bën shetërinë e gjës, por është çfarë bëhet në atë gjë. Çfarë bëhet në atë gjë, adhurohet Zoti. Atëherë aty merr kuptim dhe aty merr vlerë xhamia. Pra, si më thënë, mund të jetë një shtëpi, le të themi, e zakonshme dhe kthehet në xhami. Ajo bëhet objekt i një rëndësie të veçantë sepse besimtarët aty kryejnë namazin. Ndërkohë që e humbi funksionin, do të kthehet sërish në shtëpi të zakonshme. Pra nuk është se gëzon shetëri, siç e thatë ju. Shetëria është e asaj që bëhet në të. Le të vinë tek Ka'bja e madhëshme dhe besimtarët i drejtohen Ka'bes. Besimtarët muslimanë i drejtohen Ka'bes jo se e adhurojnë Ka'ben, po Zoti ka kërkuar, Allahu ka kërkuar që kur të falen të drejtohen nga Ka'bja. Zoti ka kërkuar një gjë të tillë. Le të themi 17 muaj kërkoi që kur të falemi drejtohemi nga Kudsi. Zoti kërkoi 17 muaj që kur të më faleni e dua këtë drejtimin. Pastaj, mas 17 muaj është ajo, unë dua të drejtoheni nga Ka'bja. Zoti është ai i cili e përcakton këtë. Pra muslimanët nuk është se e adhurojnë Ka'ben, po Ka'ben vetvete çfarë është? Ato gurët e Ka'bes janë të shejt, jo më janë marrë nga i mal atje, janë prerë dhe janë sjell aty. Pra nuk është se kanë ardhur nga xheneti gurët e Ka'bes, vetëm guri i zi ka ardhur nga xheneti dhe është vendosur aty dhe makami Ibrahim, po edhe ai ka zbrit nga xheneti. S'ka gjë tjetër nga xheneti aty. Po edhe po të ishte nga xheneti ne nuk e adhurojmë. Ne adhurojmë Zotin e saj. Pra Zoti na tha neve që dëgjoj, kur të faleni drejtoheni këtej. Tani ne nuk i themi Zotit pse theti o Zot. Zoti deshti që ne është një që kur thua ti muslimanët adhurojnë ushqimin. Po pse? Tha se në Ramazan ata nuk hajnë dhe nuk pinë. Po çfarë lidhje ka? Ka një keq kuptim tjetër, më fal Hoxh, në prerën ka një keq kuptim tjetër që mendojnë ose e hudhin kastelen në rrjetet sociale që besimtarë musliman adhurojnë atë Hanzën, sepse vendosin në majtë e xhamit. Ato do ta shpjegojmë. Pra ideja e Ka'bes, ne rrotullojmë rreth Ka'bes se Zoti na ka obliguar një gjë të tillë. Pra, siç e thash, është një se kur thua muslimanët adhurojnë hënën. Pse? Se kur e nisin Ramazanin, nisin me po çfarë lidhje ka me Zotin? Ktu fillon Ramazani, por nuk ka lidhje. As nuk adhurojnë diellin sepse kur shkon dielli në perëndim falin namazin e akşamit, apo kur del drita e agimit falin nuk ka lidhje. Pra, Zoti ka kërkuar. Kemi një ajet kuranor që e jep përgjigjen për gjitha këto, që thot la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun. Zoti nuk pyetet, ne do të pyetemi. Pra Zoti tha kështu, mbaroi historia për besimtarin flas, sepse quhet feja islame islam, domethënë i dorëzohesh Zotit pa kushte. E pranon atë që thot Zoti pa thënë si qysh edhe tek, si pse, s'ka tek Zoti. E pranon, ti mund zbulosh urtësi, mund zbulosh sekrete, por ne themi mbetet gjithmonë domethënë një raport që besimtari është i bindur, i nënshtruar ndaj Zotit. Gjëja tjetër, Allahu thot për Ka'ben Kur'an se është ndërtesa e parë e ngritur në tokë. Sepse në tokë, përpara se të brisnin xhinët apo përpara se të vinte njeriu, e ke parasysh natyrën e çdo gjëje, kur vjen në një vend çfarë bën, ndërton diçka për treguar që është ai Zoti i asaj gjëje. Edhe Zoti i Madh, Allahu Zoti i gjithësisë, para se të zbresin njerëzit, përpara se të zbresin xhinët në tokë, e ndërtoi Ka'ben nëpërmjet urdhëroi me lajket që ndërtojnë Ka'ben. Pse? Erdhën xhinët për herë të parë në tokë, gjetën një shtëpi të ndërtuar. Do të thotë që ky nuk është ju nuk jeni Zoti i vërtet i këtij vendi, po ka një Zot i cili e ka ndërtuar përpara. Ndërtoi një tempull për të adhuruar edhe Zotin. Po, normalisht, po ideja kush është? Domethënë kjo tokë është, kjo botë edhe kjo tokë është e ka një pronar, nuk jeni ju pronari. Juve ju është lënë në administrim, por se pronari vërtet është Zoti i gjithësisë, prandaj Zoti i kësaj duhet adhuruar. Përderisa se keni bërë ju, përderisa veten tuaj nuk e keni bërë ju, përderisa tokën dhe qiellin dhe botën, atëherë kjo e ka një Zot, atëherë Zoti duhet adhuruar, pra Zoti i vërtet, Allahu Zoti i gjithësisë. Kështu që nuk është adhurim, pra Zoti shpërblet që ti e preke, nuk është adhurim për Ka'ben, ne nuk adhurojmë Ka'ben, nuk adhurojmë gurin e zi, ne adhurojmë Zotin e gjithësisë. Pra Allahu e ka kërkuar këtë gjë prej nesh, ne e bëjmë dhe nuk e diskutojmë. Hoxhë nderuar, ju patë edhe pjesa se ndërpreva, pjesa e gjysmëhënës. Domethënë, pjesa e gjysmëhënës, domethënë ka mbetur, le të themi nga koha e xhilafetit Othman, xhilafetit islamik Osmanli. Ka mbetur, domethënë si simbolistik, por nuk është zbukurim. Si simbolistik, nuk ka të bëjë me simbolistikat islame, pra nuk thua që simboli i islamit është gjysmëhëna, nuk ekziston askund, sepse Islami është fe universale, nuk mund të kishte një simbol fiks. Kështu që ka mbetur si traditë, për këtë arsye tani në shumë xhamia, për shembull në botën islame, nuk ekziston.
sidomos në botën arabe, për shembull. Gjithsesi edhe nëse është një tip zbukurimi. Për dalë nga pyetja tjetër o të nderuar, disa besimtar besojnë ke Zoti. Pra ai e konsideron vetëm si një besimtar që beson ke Zoti, ndërkohë që nuk hyn ke kjo pjesa tjetër e fetarizmit, e falës namazit. Ai thotë unë besoj ke Zoti, nuk është nevojë namazi. Si duhet i përgjigjet Islami këtij njeriu? Ti jesh besimtar është ti jesh pranues i një pakete, le të themi, që ka të bëjë me doktrinën, që ka të bëjë me ligjin, që ka të bëjë me adhurimin, që ka të bëjë me marrëdhëniet ndërnjerëzore, që ka të bëjë me sjelljen, me edukatën kështu me radhë. Pra ne jemi besimtar se pranojmë paketën e plotë. Ne nuk mund të marrim një pjesë të paketës dhe të refuzojmë një pjesë tjetër. Pastaj sa bën njeriu kjo është gjë tjetër. Pra kemi dallim mes dy njerëzve. Mes atij që thatë ju, s'ka nevojë, ky ka probleme shumë të mëdha. Dhe mes atij tjetër që thotë, po, namazi është okay, duhet, po Zoti na fal, s'kemi kohë. Inshallah do të arrijmë një ditë tek namazi, inshallah do të arrijmë, Zoti na fal. Ky është okay. Përse i pari nuk është okay. Gjithse edhe ky i dyti ka një problem tjetër, se akoma nuk ka filluar të plotësoj një prej kushteve të Islamit, namazin. Dakor, unë problemin më të madh kam me këtë tjetrin që thotë s'ka nevojë. Ky është beter fare. Ky që thotë s'ka nevojë, si s'ka nevojë? Zoti thotë 5 herë në ditë duhet të falësh, ti thu s'ka nevojë. E tuallimun Allah bidinikum, doni me mësu Zotit se çfarë duhet bëjmë ne tani. Pra Zoti thotë duhet, e bëj se bëj, sa e bëj kjo është gjë tjetër. Atëherë le të vinë tek faza tjetër, ata të cilët e besojnë se namazi duhet, pa akoma nuk kanë arritur. Unë mendoj se këta njerëz, domethënë, nuk kuptojnë një gjë shumë të rëndësishme, që është fakti se njeriu nuk do të jetë përjetësisht në jetën e kësaj bote. Dhe se njeriu gjëja më e mirë që mund të bëj për të pas mbarësi në këtë botë dhe për të pas sukses në botën tjetër është namazi i tij. Këta njerëz duhet të kuptojnë se jeta e tyre do të marrë kuptim dhe do të fillojnë ta shohin jetën ndryshe për Zotin e Madh. Unë njoh shumë njerëz të cilët mbasi kanë filluar të falen, thonë e shohim jetën ndryshe, e kuptojmë jetën ndryshe dhe e lexojmë jetën ndryshe. Pra këtë gjë nuk mund ta japë asnjë mirësi tjetër. As Ramazani nuk ta jep këtë lloj intuite, këtë lloj drite, këtë lloj fuqie siç ta jep namazi. Kështu që përfitoj nga rasti, të ftojmë gjithë ata të cilët e pranojnë namazin si diçka që duhet të jetë në jetën e besimtarit, që të kalojnë nga seksioni i pranimit dhe i bindjes në seksionin e veprimit, sepse me të vërtet jeta do të marrë kuptim tjetër. Allah të shpëlbej sot. Amin. Të nderuar të shikues, shkëputemi për pak minuta dhe ritakohemi në pjesën e dytë të emisionit tonë. Të nderuar të shikuesi, ja ku i takuam në pjesën e dytë të emisionit ton. O të nderuar, ne pak a shumë folën për namazin, folën për vlerat e tij shpirtërore, medituese, lidhjen e tij me Zotin, pa ndërmjetësues, por a ka namazi vlera sociale për njeriu? Namazi padyshim përveç le të themi pjesës shpirtërore dhe një veçantë që mos ta harrojmë, në krahasim me të gjitha adhurimet e tjera, namazi nuk është bërë obligim në tokë, si më thënë, e ka thirrë Zoti profetin alayhis salam dhe ka shkuar në audiencën më të lartë që mund të ketë njëri në jetën e kësaj bote, domethënë mes Zotit dhe pejgamberit alayhis salam ka qenë vetëm perdja e dritës, perdja e nurit, dhe aty pejgamberi alayhis salam i është bërë obligim namazi. Merrem mend domethënë gjithaj udhtim, vajtja në xhaminë e Kudsit, pra në Jeruzalemin e sotëm, ngjitja në qiellin, pas qiell mas qielli, takimi me profetët, falja e namazit, në fund fare ai obligohet nga Zoti i gjithësisë që të falen 50 namaze në ditë, pastaj Zoti e uli 5 vakte në ditë, 5 herë në ditë, është njësoj se kur duke u fal 50 herë në ditë. Vetëm këtë të mendoj besimtari që akoma s'po bën namaz. Ti falesh 5 herë në ditë, po faktikisht duhet falesh sa herë? Duhet falesh 50 herë në ditë. E Zoti i gjithësisë ta ka eliminu 50-ën, ka thënë 5 dhe ty të quhet sa për 50. Normalisht që namazi ka dhe vlera sociale, që mos dalim nga pyetja jote, sepse besimtari domethënë në momentin që le të themi falet në familjen e tij, gjithë familja ka momentet e organizimit familjar, angazhohen gjithë së bashku, marrin abdes gjithë bashku, ndoshta mund të ketë dhe zënga mes tyre, por kjo erdhi koha e namazit dhe falen gjithë bashkë, rrin gjithë bashkë, është ajo koha e adhurimit, koha e lutjes e gjithë familjes, kur njeriu është brenda në shtëpi, domethënë apo në familje. Po kështu edhe në punë.
Pra nëse janë një grup besimtar që janë në një punë, mblidhen bashkë në kohën e faljes e kështu me radhë. Po kështu edhe në xhami, le të themi njerëzit kur shkojnë në xhami, elhamdulillah, shoqëruar Zotit përveç faljes, përveç namazit, aty takohen, aty japin selam njëri tjetrit, aty rritin me njëri tjetrin, njihen me njëri tjetrin, o çfarë punë merresh, ku dëgjon etj. Ky njihet me hallet e këtij, hoxha flet për një rast caktuar që duhet ndihmuar dhe bëhet thirrje, domethënë të parët, le të themi, të gjitha nismat humanitare që ka parë, le të themi, historia shqiptare e shekullit të fundit, faktikisht nismat i kanë nga xhamiat. Domethënë, më mend që kur jemi kthyer nga studimet, domethënë bëhet fjalë nga viti 2001 e këtej, shtëpia të djegura, njerëz për operacion, të gjitha kanë qenë bërë thirrjet nëpër xhamia dhe kryeshin dhe bëheshin elhamdulillah shoqëruar Zotit dhe nga këto domethënë janë bërë shumë shtëpia, janë bërë shumë raste domethënë dhe nga këto le të themi kanë marrë indicie dhe lëvizje humanitare që sot ekziston në Ballkan shoqëruar Zotit, falënderimi qoftë Allah. Të gjitha kanë indicien nga xhamia. Për këtë arsye po të shohësh njerëzit më të shquar, le të themi sot, në lëvizjet humanitare janë ose hoxhallar ose njerëz që falen në xhami. Pra, dy rastet, Hoxha Elvisi dhe Hoxha Halili dhe vlla jon Arbri, domethënë të gjithë janë njerëz që e vënë ballin sejdë. Në fakt edhe Tirana u ndërtua nga ajo qendra e xhamisë në asaj kohë. Suleman Pasha kur e ndërtoi ose kur e themeloi Tiranën, ndërtojnë të xhamin Suleman Pasha, bile sot mas sabaut, një vlla koleksionist po më sillte disa foto, më të vërtet unë domethënë nuk kam parë xhamin më të bukur se sa xhamia e Suleman Pashës. Domethënë ishte me të vërtet mrekulli dhe ishin disa foto shumë interesante që ndoshta shumë shpejt do të bëhen dhe një album. Pastaj bëri, le të themi, hamamin dhe bëri furrin e bukës. Pra, furrin e bukës, le të themi, për të mbush barkun e për të punuar, hamamin për të qenë, sepse ne e dimë Islami pjesën e higjienës e ka shumë të rëndësishme, dhe xhamia për të lidhur shpirtin me Zotin, sepse edhe pejgamberi sa të njëjtën gjë bën, kur shkonte në një vend, fillonte me xhamin, pastaj merrte kuptim. Dhe buka është edhe Korça nga Ilyas Mirahori, edhe i bëri një xhami dhe pastaj aty u vendos njerëzit dhe u bë qyteti i Korçës që është sot. Gjithashtu dhe Fieri nga Vrionët, domethënë bëri një xhami dhe pastaj u mblodhën njerëzit dhe u bë qyteti i Fieri që është sot. Pra, domethënë i kanë kushtuar shumë rëndësi pjesës shpirtit, sepse po spat në njerëzit, pjesën e shpirtit bëhen kafsh, bëhen egërsira, pra nuk ka gjallësë më të rrezikshme se sa njeriu kur s'ka shpirt. Nuk ushqen shpirtin. Po pra, domethënë momentin që e ka shpirtin, kur ushqen shpirtin, kur e lidh shpirtin me Zotin, ai merr vlerat e njeriu. Në momentin që ikën, atëherë pasi siç thot Zoti, thumma radadnahu asfala safilin. Pastaj e kthyem atë në shkallën më të ulët. Pra njeriu që s'ka besimin, që e ka shpirtin të pa ushqyer, ai është gjallësa më rrezikshme. Pse? Sepse ai mendon, për shembull, le themi, se pushteti do t'ia plotësoj këtë lloj mangësie. Ai është i gatshëm ta çojë, domethënë çdo gjë që ta arrijë në pushtet. Ose për shembull, dikush mendon se fama, është i gatshëm bëj çdo gjë që ta arrijë famën. Pse? Sepse këta njerëz nuk kanë kuptuar se ushqimi i shpirtit është me vënien ballin sejdë, me namaz, me adhurimin e Zotit, lidhja me Zotin. Aty karikohet, aty merr kuptim jeta e njeriu. Pak a shumë hoxhë njeriu i jep të drejtën vetes tij kur ai fal namazin, përveç se është dhe drejtë e Zotit që Zoti duhet adhuruar, por edhe karikimi i shpirtit tim me namaz, ai jep një të drejtë si jep drejt trupit duke hangur bukë. Por vendosja e kokës në sejdë, vendosja e kokës në tokë, a ka ndonjë lloj signifikimi ose simbolike, domethënë pjesa më e lartë të njeriu, ose sikur themi ne shpeshherë ai është ball lart ose ai humb përpjet. Ja vendos Zotit në tokë. Ka një lloj simbolike kjo? Po, ne themi në Islam, domethënë ka një gjë shumë interesante, themi muslimani nuk e ul ballin kurrë, vetëm se për Zotin e gjithësisë, nuk e ul hundën kurrë, vetëm se për Zotin e gjithësisë. Domethënë ne ulemi po për Zotin. Për këtë arsye në Islam nuk lejohet përkulja përpara individit, përpara personit. Përshëndetesh me dorën në zemër, selam aleikum, aleikum selam, por jo duke bërë ulje. S'lejohet në Islam. Sado e vogël, qoftë pse. Ulja në Islam dhe për ulja duhet të jetë vetëm për Zotin e gjithësisë. Ka dhe diçka shumë interesante kjo rënje me ballin sejdë, që është ajo që kanë përmendur disa prej dietarëve, që është, si më thon, shkarkimi i energjive negative të fituara gjatë ditës. Stresi, puna, teknologjia, njeriu ngarkohet me energji negative. Dhe vjen një moment kur njeriu pra ballin e vën tokë, ama ta vën tokën plak, aty njeriu bën shkarkim. Pra, për këtë arsye, domethënë,
jo vetëm pjesa shpirtërore që njeriu ngopet, po edhe pjesa, le të them, psiqike, pjesa e energjive, njeriu shkarkon negativet dhe si më thon, mbeten në trupin e tij vetëm energjitë pozitive dhe fillon ajo që thamë ne në fillim, i sheh gjërat ndryshe me namaz. Kur njeriu është i rregullt në namaz, gjërat shihen komplet më ndryshe. Ose siç thot Hoxhi i nderuar një poet musliman, domethënë që balli puthi tokën për dashurinë e Zotit të qeve. Gjithsesi do Hoxhë ne pak a shumë i trajtua namazin, por se namazi është një pjesë shumë e rëndësishme, një shtylla kryesore, dera e xhenetit. A mund të bëjmë një emision tjetër për namazin, përsëri për të kuriozitetin e shikuesve? Po, mund bëjmë pa asnjë dyshim. Po me që the këtë fjalën e poetit, unë do të thoja diçka tjetër, do të thoja distanca mes robit, pra njeriu dhe Zotit është shumë e madhe, Zoti është mbi arsh, ne jemi në tokë, por ajo zerrohet kur balli bie në sejdë. Allah ta shpëlbej. Të nderuar të shikuesi, ishim me Hoxhën Ahmet Kalaja në emisionin Si të sillet raportet e njeriu me Zotin, pra namazi. Namazi është gjëja më kryesore e juaja, prandaj filloni namazin dhe jepni rëndësinë e dur dhe i takohemi sërish në emisionin e ardhshëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.